Mirëmbrëma të gjithëve, e hëna sportive rikthehet në ekranin e televizionit shqiptar bashkë me startin e kampionatit të kategorisë parë. Kemi patur në fakt përplasje të forta që në javën e parë, përmbysje rezultati, kontestime, pra gjithçka që premton për një sezon interesant. Do të flasim sigurisht edhe për atë çfarë arriti Shqipëria në lërat e para mesdhetare në rër, por edhe për tema të tjera, të gjitha këto me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga kolegu Samir Demi, gazetar. Mirë se erdhët, Samir. Pati surpriza në këtë start parë për ju? Base po ta quaj surpriza të ndeshjen e Apollonis me Pokradesi. Me që vajte edhe ndeshja ashtu se ishte një takim i çmendur me që i pati të gjitha brenda, rezultati përmbys minutat 90-94. Kjo do të thotë që prisje besën. Kjo do të thotë që e prisje besën. Nëse edhe besën mbase mund të quhet surprizë, megjithatë më morën se kanë përshtypjen që nuk është ai i vjetshëm. Kemi gjithashtu të ftuar në mbrëmjen e sotme një trajner që ka bërë mirë sezonin e kaluar dhe ka nisur mjaft mirë edhe sezonin e ri, këtë herë me Kastriotin, trajneri i Kastriotit Elvis Flori. Nuk mendoja se do të shija më në këtë studio visit. Jo, më duket se kemi bërë një pakt bashkë dhe shpresoj të vazhdoj ashtu siç vazhdoi vitin e kaluar. Ti bëre një emision të ri i cili ishte me të vërtetë një emision shumë i bukur dhe unë bëra një punë shumë mirë si nxora ekipin e Tërburit në Superiore. Kështu që dhe me fillimin e këtij emisioni shpresoj që të kemi të njëjtën histori. Mirë se erdhe, urojmë sukses gjithashtu. Kemi kolegun gazetar Besar Bozgo, mirë se erdhe Besar. Do të flasim natyrisht për merkaton. Rezultatet e justifikuan lëvizjet e bëra në merkato? Besoj se justifikuan. Ekipet kryesore dhe pretendente që janë shfaqur si në grupin A dhe në grupin B, mendoj se e kanë justifikuar. Në grupin A Beslidhja fitoi, Kastrioti fitoi, në grupin B luftëtari pretendent fitoi, Apollonia ndoshta siç e përmendi Samiri, ndoshta një lloj surprize, megjithatë është vetëm fillimi i kampionatit dhe është shpejt për të folur. Sigurisht është vetëm fillimi, do të kemi kohë të flasim për gjithçka ndodh në kategorinë e parë, hap pas hapi, javë pas jave në të hënën sportive. Kemi të ftuar gjithashtu dhe kolegen nga Departamenti i Informacionit në Televizionin Shqiptar, Brikena Kuka, mirë se erdhe Brikena. Kemi marrë një medalje të bronz në ato lëra mesdhetare të para të historisë. Është pak apo nuk e kishim shpresuar në fillim? Për sa i përket sportit të mundjes, edhe mund të shpresoj për këtë medalje, sepse vetë sportisti që mori pjesë atje, ishte vërtet i talentuar dhe me pak kujdes ai mund të merrte edhe medaljen e argjend, sepse i kishte gjitha mundësit, por si duket emocionet, ai është i ri, ndoshta në lojrat e tjera mund të arrijë një rezultat më të mirë. Ndërsa për sa i përket sporteve tjera, flasim më tej. Okej, do të flasim sigurisht më tej, por në fillim do të hyjmë në brendësi të zhvillimeve të javës parë të kategorisë parë, duke nisur me grupin A, atë që ka fiksuar rezultatet pra në këtë javë të parë të kampionatit. Nisim me njëherë përmes edhe ndihmës grafike me rezultatet e fiksuara në kategorinë e parë për grupin A. Mamurrasi Besa 0-1, Kamza Burreli 2-0, Kastrioti Erzeni 2-1, Beslidhja Korabi 1-0, Ada Iliria 2-2. Kryeson për momentin Kamza në kuotën e 3 pikëve, ndjekur nga Kastrioti, Besa dhe Beslidhja po në kuotën e 3 pikëve, Ada Velipojës dhe Iliria e Fushkrujës 1 pikë dhe mbyllin klasifikimin me 0 pikë, Erzeni, Korabi, Mamurrasi dhe Burreli. Nuk gabojmë pra skuadrat e dizenjuara për të qenë pretendente dhe për të synuar kategorinë e parë, më falni Superligën, por ndërkohë kemi pra një rezultat mjaft të rëndësishëm qoftë nga Kastrioti që i arrin me përmbysje të fitojë përballë Erzenit, një skuadre të sapo ngjitur në kategorinë e parë, por edhe Beslidhja ka vuajtur jo pak për të kaluar një tjetër skuadër që sapo është ngjitur në kategorinë e parë, Korabin. Është momenti që ne të ndjekim menjëherë kronikat e përgatitura nga kolegët tanë Alban Hasani, Dëfrimet Hasani dhe Erkan Çutra, pasi është edhe fitoria e Besës surprizë në Mamurras me rezultatin 0-1. Ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Kastrioti nuk ka zhgënjur përpara tifozëve në ndeshjen e parë të kampionatit, teksa ka mundur Erzeni me rezultatin e ngushtë 2-1. Ndonë se Shiaksi dole të parët në avantazh me anë të Rezit, Raboshta dhe Kepi kanë përmbysur gjithçka. Ballavaqimet mes këtyre dy skuadrave mungonin prej më shumë se një dekade. Fitoria e së shtunës përballë deputuesve të së parës nuk ka qenë as pak e lehtë për kryetanet. Loja niste barabartë, sinjalin e parë e japin miq, ku Goxhaj, i gjendur në qendër të zonës, godet me kokë por jashtë. Kryetanët ndonë se krijojnë volum të madh loje, nuk kanë qartësinë e dur. Në të 13-ën regjistrohet rasti i parë për vendasit.
Kumalo i ndodhur në afërsi të portës nuk është në gjendje të shënojë. Miqt mbrohen mirë, duke përdorur kundër sulmin si armë të vetme për të rrezikuar. Në të 26-ën Resi i shpëton mjaft bukur zbulimit të mbrojtjes, ndonse në pozicion diagonal me portën godet. Por Gillian tregon aftësitë e tij duke larguar rrezikun. Mirëpo pa kaluar 10 minuta miq dalin në avantazh me anë të Rezit. Pas këtij momenti, zgjohen vendasit të cilët hidhen në sulm në kërkim të golit të barazimit. Ndonse krijojnë volum loje, kjo pjesë nuk dhuron më gola. Fraksioni i dytë ka tjetër melodi. Janë vendasit ata që marrin frenat e lojës në dorë. Futja në fushë Alika i ndryshon gjithçka në lojën e kryetanëve. Fillimisht është Hysa që ka një rast ideal për të barazuar, por goditja e tij është për t'u harruar. Pas disa minutash këmbgulje, në të 63-ën vendasit barazojnë rezultatin e ndeshjes me anë të Raboshtës. Nuk do të kalojnë shumë dhe Kastrioti dyfishon rezultatin, kështu në të 67-ën. Kepi shfrytëzon mjaft bukur kryesimin e ardhur nga këndi i Alikajt, duke përmbysur rezultatin. Minutat e mbetura flasin për një lojë mjaft të mirë të vendasve, por nuk ka më gola. Ndonse me një lojtar më pak, pasi Kepi ndëshkohet me kartonin e dytë të verdh. Ekipi i drejtuar nga trajneri Elvis Flori administron mjaft mirë lojën duke ruajtur rezultatin e arritur deri në fund. Kastrioti merr fitoren e parë në kampionat, ndërsa nga ana tjetër Erzeni debuton me humbjen në të parën. Ne kontrolluam mirë një pjesë mirë të lojës, po goditje standard, ato që unë dyshosha dhe porositë e lojtarët për qëndrimin edhe marrjen e masave në goditje standard, aty u dënuan. Beslidhja i falet Shkodranit Dibra që ndëshkon Dibranët në stadiumin e qytetit të Lezhës në një ndeshje ku ndoshta barazimi mund të ishte rezultati më i drejtë. Gjithsesi, kjo nuk zbe as pak fitoren minimale të lezhjanëve që e nisin mbar sezonin si pretendent për Superligën. Pjesa e parë ka qenë më e mirë për miq që kanë krijuar volum dhe janë afruar shumë para portës, madje edhe duke rrezikuar, por vendasit tregon efikas atëherë kur duhej. Në minutën e 37 fal përvojës së tij, Shkodrani Dibra nderon trajnerin Krepi dhe skuadrën e Beslidhjes pas një krosi të hepajt nga afër ai tundër rrjetën e Kotorit, duke stampuar shifrat e gjithë takimit. 1-0, kaq mjafton për të mbyllur pjesën e parë. Në pjesën e dytë miqtë nisin më mirë, duke rrezikuar me një rast goli, pasi një mbrojtës pengon gurin, por për gjyqtarin Shkodran ka simulim dhe karton të verdh për sulmuesin e Korabit. Më pas lezhjanët bëhen më të rrezikshëm, madje në minutën e 72, Hajdari për pak e kthen në gol një goditje mjeshtrore të tij, që përplaset me traun e portës e vijon të jetë në lojë. Nga ana tjetër, miqt nga Dibra rrezikojnë duke qenë fare afër golit, por topi largohet në vijën fatale nga mbrojtja. Kësaj lezhjanët arrin të marrin 3 pikë të para, shumë të domosdoshme në kampionat, ndërsa miqt duhet të mendojnë tashmë për të shtunën kur presin Adën në fushën e tyre. Besa surprizon në start. Kavajasit i bën një nisje perfekte kampionatit teksa fitoj 1-0 në transfertën e Mamurasit. Vendasit e nisin në mënyrën më të mirë të mundshme. Tajllari jep shkëndijën e parë duke shënjestruar portën, por Dajsinani reagon mirë. Pas këtij rasti të volitshëm kundër përgjigjen miq nga e majta e sulmin me Çelagën, i cili del mirë në krap pason për Bajazitin që i shmangen mbrojtës vendase, dhe duke parë dhe daljen e portierit Çali godet bukur dhe shënon 0-1. Kavajasit në fes pas këtij goli surprizë. Vendasit kërkojnë të marrin frenat e lojës dhe ngesin në finalizim. Minutat kalojnë dhe loja bëhet më agresive. Kavajasit janë më të qetë dhe din mirë të zbrapsin aksionet e lexueshme të mamursakëve. Vendasit përpiqen deri në sekondat e fundit për të shënuar, por nuk i arrin qëllimit. Përfundon ky 90 minutësh i startit të këtij sezoni. Besa bën surprizën dhe fiton. Një sfidë që tregon se diferencat në grupin A nuk janë shumë të mëdha dhe lufta mes skuadrave do të jetë e fortë deri në fund. Kemi ndjekur pra 3 kronikat e para që i përkasin në grupit A të kategorisë parë. Do të nisim me njëherë bisedën në studio. Vizi, ka shkuar shumë pranë surprizës edhe ndeshje zyrtare Erzeni pas ju ka mundur miqësor. Normalisht po ta shohim letër, një skuadër si Erzeni e cila vjen nga një kategori më poshtë mund të merret e lehtë si fitore, por përkundrazi unë do t'i përgëzoj ekipin e Erzenit. Është një ekip shumë i fortë, një ekip i cili për mua do të jetë surprizë këtij kampionati. Dhe fitoria mund kënaqi 3 pikëshi, por nuk jam shumë i kënaqur nga loja, sidomos në pjesën e parë të skuadrës, e cila dhe nga emocionet para publikut, po edhe nga stresit, e cilët kemi një presion mbi shpinë këtë vit, se shoh që edhe media dhe që një javë të para jemi të fokusuar si ekipi Kastriotit është ndërtuar për të dalë në superiore dhe të gjithë ekipet shtengohen më tepër, vlerësojnë më tepër ekipin e Kastriotit dhe kjo është një pengesë e cila realisht na bëhet një.
Megjithatë, pjesa e dytë, sikur sportistat u lirunin më tepër, fillunin të tregojnë shkendia pozitive, fillunin të tregojnë se janë sportista me përvojë edhe tregunin se mundën me kthy rezultatin. Më kënaqi edhe mënyra e interpretimit të lojës, të cilën nuk kalunin në nervozizëm, fal përvojës dhe cilësisë ku ka kjo skuadër dhe ka ky ekip. Megjithatë, të flasim për objektivat, ne kemi objektiva se dalim vetëm në kategorinë superiore, objektivat e qarta të presidencës, por e shumë shpejt dhe të jemi të kujdesshëm sepse edhe vjetë mos gaboj kishin ekipet e cilat kishin objektivat e qarta për të dalë superiore dhe deri në javën e fundit diskutuan dhe mjetesën. Kështu që të rrimë këmbë tokë dhe të analizojmë ashtu siç duhet pozicionin e skuadrës tonë, pozicionin e çdo lojtari në fushën e lojës. Dhe kjo është një punë më tepër ku duhet të përqendrohem edhe unë më tepër, sepse kam një skuadër të re ku vetëm 2 lojtarë, Peçini dhe Kule, janë 2 lojtarë të cilët po losin aktualisht në formacionin bazë të ekipit dhe që vinë nga viti i kaluar. 80% e skuadrës është skuadër e re dhe nuk është shumë i lehtë harmonizimi mes tyre. Dhe lojtarët të cilët ka marrë, përveç se kanë një emër shumë të mirë në futbollin shqiptar, janë lojtarë të cilët kanë pas mungesa gjatë 6 muajit të fundit, gjatë fazës së fundit në aktivizimet e tyre tek ekipet respektive, dhe kjo është një faktor e cila forma aty në mund vinë pak më vonë. Po kam përshtypjen që më të vështirë do ta kenë ata 2 nga sezoni i kaluar për shtatën në pjesën tjetër, sa pjesa tjetër se gjysma janë nga ish ekipi juaj. Jo, për ekipin e Tërbunit kam vetëm 3 lojtarë, të cilët Giljeni, Kepi dhe Lekaj, ndërsa pjesa e tjetër e ekipit janë të ndërthurë. Normalisht dhe strategjia e skuadrës dhe strategjia e imja si trajner duhet të ndryshojë, sepse nuk jam duke punu te Tërbuni ku ishte një skuadër si e gjeta 80% të skuadrës gjeta Boshtin, dhe tani është një strategji tjetër. Po ashtu edhe skuadrën nuk e kam aq të re në moshë sa që kisha atje dhe duhet të përqendrohem edhe tek ato siç i theksoi edhe profesor Nica, duhet të përqendrohem edhe tek standardet, ku fitohet një ndeshje mund fitohet edhe prej standardeve, sepse përvoja dhe eksperjenca e lojtarëve të cilët e tregojnë veten në standarde. Okej. I etiketuar si pretendent nga media dhe specialistët, thot Plori, për Kastriotin, por ndërkohë investimet flasin hapur, që është një skuadër që e tenton hapur superioren. Ashtu sikurse edhe vetë trajneri pranoi, apo jo Semir? Kjo është logjike, sepse unë fakt gjatë gjithë verës, domethënë kam qenë ja zhurnuar me këto lëvizje të Kastriotit, bile me visin kemi fol shumë shpesh gjatë kësaj periudhe, edhe për kohën e merkatit. Një skuadër që ndërtohet me shumë kujdes, me investime, sigurisht domethënë zë vendin shkon mendja që kjo do jetë një nga pretendentët, dhe në fakt e grupi Veriut unë kam përshtypjen që nuk mund të ketë pretendentë të tjerë, duke pa lëvizjet e ekipeve të tjera. Nëse vjet folën për bestidhjen Tërbunit që ishte vetë Plori ose Mamuresin, ka përshtypjen që kjo nuk është e mirë fakt se varfëri sjell, po ka përshtypjen që 2 ekipe mund të jenë bestidhja me Kastriotin, paktën nga ato që shohim që kemi dëgjuar gjatë të verës në kohën e merkatit. Kastrioti është padyshim një nga ato, sepse po të shohësh emrat janë, pastaj është puna e trajnerit për të menaxhuar grupin, për të futur në rrjet ato nëse kjo është punë teknike që s'm takon të them. Nëse them për shembull për Aboshtin që ka qenë një nga futbollistët më të mirë vjet, që ne kemi përmend her pas here kur ishte te Butrindi. Edhe tani është pjesë e Kastriotit, është një vlerë, ose nëse them për Alikën për shembull. Është një kampion i superiorës, se vjen nga Skënderbeu, një lojtar që ja din gjithë cilësitë, pavarësisht mund ketë maksi fizike ose jo. Bile madje më përpara se të hynim në studio Plorit, tha që ishte ai që ndikoi domethënë kthesën e lojës, një nga ata lojtarë. Kështu që kjo domethënë ndikon sigurisht domethënë një tip përshtypje që këtu kemi bëjmë një ekip që pretendon. Kemi të bëjmë me një ekip që pretendon, por Besar, duke përmendur edhe emrat që citoj, qoftë Plori, qoftë Sajmiri, mos kemi të bëjmë njëherë me marrim më tepër emrat se sa lojtarët që janë në formë, apo gjithmonë emrat garantojnë suksesin? Po, shumica e lojtarëve që janë afruar te Kastrioti ose një pjesë e mirë e tyre kanë eksperiencë në kategorinë e parë dhe e njohin shumë mirë. Raboshta luan prej vitesh në kategorinë e parë. Lojtarë të tjerë si Kepi, Giljen, Tërbuni, Malo, domethënë janë futbollistë që prej 2-3 sezonesh të paktën janë pjesë e kategorisë së parë. Gjithashtu, duke i shtuar këtu dhe eksperiencën e Alikajt dhe lojtarëve të tjerë, besoj se është krijuar një grup i mirë. Megjithatë, vetë afrimet dhe vetë investimet e bëjnë detyrimisht dhe krijojnë javeshin stofin e pretendentes skuadrës. Aq më tepër që është duhet përmendur fakti që është skuadra e parë ndoshta në mos gaboj
që ka nisur e para përgatitjet për sezonin e ri, që në fillim të korrikut është caktuar trajneri, janë afruar lojtarët, ka nisur faza përgatitore dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kushtet infrastrukturore janë, stadiumin e ka, stërvitje normalisht dhe detyrimisht to e bëjnë. Megjithatë dhe Bestlidhja mendoj se do jetë një pretendente, do rivalizoj fort me Kastriotin, ndërsa ekipet e tjera shoh se do ta kenë tamam Bestlidhja e Shkodranëve. Pastaj në krye ka i trajner që e ka provuar, e ka fituar me Tërbunin. Ku kishte edhe me pak emra. Nuk është që trëmësh për shkakun që janë emrat edhe u bubu. Do emrat janë favor që i ke, derisa e ka vuar emrin, e ka vuar gjatë gjithë një periudhë të gjatë, gjatë gjithë karrierës së tij, domethënë është lojtar që të jep garanci. Do thosh tani që Alika mbase them ti më shoj që mbase nga ana fizike s'është mirë. Po që është një talent i papërshërishëm nuk diskutohet. Flas edhe në kuadrin, me gjithë respektin, rasti i Almuçës apo Xhafait me Dinamo sezonin e kaluar, nga janari e këtej. Ato mase nuk ishin dhe afrimet mira, sepse erdhën në një periudhë lojtarët përveç moshës ishin dhe të larguar rasti Xhafës. Nuk ishte në aktivitet prekoç, kurse deplore ka lojtarë që kanë qenë në aktivitet, mund të ketë mungu, ose nëse je zëvendësues te Korça. Alika ishte një lojtar që zëvendësohej te shkëmbin. Te Korça, ka luajtur deri në fund. Nuk besoj domethënë se nuk është se ka qenë i shkëput nga aktiviteti me muje dhe ti nuk e çaj botën. Kurse ishte rast tjetër, nuk ka lidhje, s'ka ngjashmëri them. Duke u kthyer pak ndeshjes, Flori, Kepi ka qenë protagoniste në të mirë dhe në të keq. Qoftë autori golit, por edhe kartonin e kuq më pas. Për sa i përket kartonit, ishte kartoni i dytë i verdh, i cili u ndërshku me kartonin e kuq, dhe të them të drejtën me futin e një pozitë e cila ishin minutat e fundit dhe unë kisha bën në rrimet dhe u detyrova të kthej Raboshtën të luajë në çantat e mbrojtjes. Në është një aventurë ime, por gjithsesi duke u bindë se një sulmues drejt marimit të karrierës kthehet edhe letë si qendërmbrojtës, dhe aty i besova Raboshtës duke luajë qendërmbrojtës. Por duhet të flas për neshën, ishte një neshë e cila përballë kisha një kundërshtar, unë kisha shumë frikë, ta them të drejtën, sepse një kundërshtar ku ka lojtarë si kanë shumë grinjt më. E kishte frikë për organikën që ka, apo për faktin që ishte ndeshja e parë? Jo, e kisha frikë edhe për organikën si ka ekipi i Erzenit. Dhe ka një trajner shumë të mirë, si unë e respektoj dhe e vlerësoj shumë. Dhe normalisht e priqa për me pas një surprizë. Megjithatë unë e mendosha dhe besosha se lojtarët e mi mundën për me menaxhu. Surprizës madje Erzenit. Duke qenë se e përmendë pak të alternimin e roleve, ndoshta duhet fillosh të gjesh kështu zgjidhje alternative, duke qenë se ke 4 sulmues që kanë ardhur për të qenë titular. Flasim për Memellin, Hysën, Malon dhe Raboshtën. Si luan Kastrioti jot me këta të katër? Problemi se si luan Kastrioti është një problem i cili nuk duhet ta marrim te një traqëm, ose ta marrim vetëm në një pozitë. Sepse një ekip i mirë duhet të përshtatet ekipit kundërshtar. Edhe unë këtë e quj punë teme si duhet për me e ba me sportistat. Dhe nuk është e thonën se e filloj lojën me një sistem 4-2-3-1 dhe duhet përfundoj çdo ndeshje 4-2-3-1. Lojtarët duhet të mësojnë dhe të krijojnë ide se si mundet më ndryshu moduli lojë, se si duhet për me përshtat kundërshtarit dhe ç'a duhet për me kërku për me marr për asaj ndeshje. Unë fillova ndeshjen me 4-2-3-1, në gjysmë lojës pjesë të parë ktheva 4-3-3 dhe dola në fund pjesën e dytë me 4-4-2. Kjo është një pjesë e cila unë lojtarëve gati çdo seancë servitore mundohem për me ndryshu si mos jenë të bindur vetëm me një plan vendosi ku duhet me vazhdu dhe me marru ndeshjen, por duhet gjithmonë të përshtatesh me kundërshtar, duhet gjithmonë të fokusohesh dhe të bindesh aty ku unë caktoj për me luajt, në mënyrë të tillë se të marrim më të mirë lojtarëve. Ishte rasti i fundit i Raboshtës, por Raboshta po ta shohim ndeshjen nga fillimi ka filluar me Soshori Majt ndeshjen kundër Erzenit. Mund të thush është një zgjidhje sepse unë në ndeshjet më du me sulmu me 4 sulmues dhe normalisht një sulmues i Raboshta i cili futet çana shumë mirë mundet me bëj shumë mirë dhe pse jo me kanë edhe lojtari i cili mundet me nxjerr ekipin nga situata. Mund ta komplikojë disi situatën brenda dhomave të zhveshjes fakti që janë 4 sulmues që pretendojnë të jenë titular? Ata janë 4 sulmues pa kanë një trajner. Edhe me eksperiencë goxhan, nuk është se si ata ta komplikojnë situatën, qofse kjo mund ndodhin, qofse trajneri shpëton gjithçka nga dora dhe nuk ka mundësi që të komandoj grupin. Ata do luajnë sipas filozofisë trajnerit, trajneri ka marrë 4 dhe e ka llogarit sepse i ka 4. Se nuk ka marrë lojtar shtesë që i ketë në stole dhe i prishi grupin. Unë kështu mendoj pak. E ke llogarit pse i ke marrë 4? Kam llogarit. Besa kalojmë pak sepse ishte media, një pjesë kryesore ku më bëri mua që të marr 4 sulmues, sepse çdo ekip si vjen
edhe luan tani në Kryj kundër Kastriotit, vjen me një vendosje ku të gjithë mendohen të mërojnë edhe mos të është një problem i cili ju falenderoj dhe juve. Do shta me që kemi këtu presorin të mpjësim në lidhje me lajmin më të fundit që është përfolur Vllaznia interesohet, ndoshta mund të ketë një largim nga Kastrioti ose ka një kontakt konkret nga Vllaznia? Me Vllaznin, unë jam shkodran dhe e du ekipin e Vllaznis, e kam zemër Vllaznin, kam punu 4 vite atje, jo vetëm si sportist, por kam punu si drejtues tek ekipi Vllaznis, kam pas rolin e trajnerit, kam qenë në bordin e drejtues të skuadrës së Vllaznis, si zëvendëstrajner, si trajner, por unë kam pas kontakte para se të nënshkruja me ekipin e Kastriotit, dhe normalisht rruga si ka marrë Vllaznia këto 3 javë të para të bën të lakohet emri. Por që është e vërteta, unë jam i lidhur me skuadrën e Kastriotit, kam një kontratë, kam një president shumë të mirë, kam kryetarin e bashkisë i cili na ngroi me prezencën e tij në stadium dhe kam një objektiv të cilin i kam vu vetes se do të jetë një hap shumë i rëndësishëm në karrierën time, po të nxjerrë edhe Kastriotin e superior. Pastaj do vazhdosh me Kastriotin? Po e kena ndori, se thash edhe më përpara, kena një lidhje të ngushtë me Enën, o do të ikum të dy lart ose do të rrim përçi. Besari e përshpejtoi pak çështën e Vllaznia, po ajo që do doja të ngacmoja është se vërtet bëri një zgjedhje që ndoshta edhe jo pa kurfar keqardhje, lënia e Tërbunit për Kastriotin, zbritja nga superiorja në kategorinë e parë sërish. Po tani që është një tjetër alternativë superiore, por me një emër tradite, me një emër që e ke fort për zemër Vllaznin. Keqardhje nin, sepse kur e merr një skuadër edhe siç e morën në vjet ekipin e Tërbunit, nuk ishte se kishte, domethënë, një mbështetje maksimale nga opinioni ose si mund të thoshe 100% skuadra si del në superior. Bëmi një kampionat një kampionat me stadion në fund në histori e kampionat. Jo vetëm si Tërbuni Pux doli aty, por doli në histori edhe një ekip i cili nuk psoi asnjë humje gjatë gjithë kampionatit. Dhe normalisht unë si trajner pretendosha që skuadra të mos lëvizte, skuadra të ishte po ajo vetëm të shtoshim një pjesë të lojtarëve në pozicionet ku kishin nevojë. Unë e kontaktova me presidencën, gjeta mënyrën më të mirë që të largohem sepse nuk i kishim mundësinë presidenca që ta marrë të gjithë grupin. Okej, atëherë në këtë studio, nëse vjen oferta zyrtare nga Vllaznia, Plori refuzon? Po nuk kam mundësi të shkoj te Vllaznia, sepse kam falë që të ndërhyj, se Plori ishte në kategori superiore, edhe e la duke i bërë një zgjedhje, zbriti. Po zgjedhjen e bëri normal duke marrë parasysh domethënë një projekt tjetër që duket ambicioz se zgjedhjen s'kishte ta bote kot, se nga superiore është ka prapë kategori parë. Zgjedhjet e kujt trajnerit. Superiore, si Tërbuni, si Vllaznia si ka ngel, asemi si ka ngel. Kështu që nuk është se ka një diferencë madhe, që thosh për shembull ka nostalgji për Vllaznin, gjitha duan Vllaznin superiore. Por kjo Vllaznia me atë Tërbunin që la, nuk ka asnjë ndryshim. Kështu që më mirë që bëri atë zgjedhje që bëri në ver, sepse nuk ka pse të bëj zgjedhje tjetër tani. Ka ndryshim? Mendoj unë. Jam edhe çik trajner sulmues, edhe kam qejf të sulmoj, kërkoj ngjitjen. Besar, atëherë kalojmë pak tek Beslidhja. Beslidhja vërtet u ndërtua në momentet e fundit, por kontingjenti shkodrani i lezjanëve është i formatit superior apo? Jo dhe aq në fund, duhet thënë. Relativisht kishte kohën e mjaftueshme. Vendosi të ndryshoj trajnerin, i besoj një shkodrani dhe futbollistët janë shkodran. Mendoj se do jetë një pretendent i fort për Kastriotin. Ka të paktën 7 sezone që synon, edhe sezonën e fundit e tregoi që është një skuadër rivale. Lojtarët i ka, grupin e ka, kam përshtypjen se do vazhdoj, do luftoj dhe do marri rezultate. Kjo në faktu pa dhe në ndeshjen me Korabin, ku element të caktuar të formacionit të Krepit arritën të nxjerrin situatën në favor të lezjanëve, edhe pse në fakt gjyqtari Myrtja është kontestuar disi nga të dyja palët për mungesë eksperiencë më tepër. Megjithatë një fitore minimale ishte si ndeshje parë, po duke parë edhe në kronikën, shohim që Beslidhja ka pasur disa raste për shënim. Pikërisht një prej momenteve të kontestuar që sapo ndiqnim në ekran, është një pengim i sulmuesit Gurit të Korabit, që pretendohet nga ana e Dibranëve për një 11 metrash. Nga pamjet duket si simulim. Pati madje dhe një gol të anulluar të Hajdarit në Mosgaboj, një gol i anulluar për pozicione e shluaj. Mund ta ndjekim përmes ekranit. Ky është episodi i kontestuar nga Korabi që pretendon 11 metrash. Samir. Nuk më duket 11 metrash. Simulim duket.
Ta nuk e di ka kontakt ai mbrojtësi që është mbrapa se nuk e lë shumë. Këto janë pamje. Nuk e di se ka element domethënë për të qenë. Flori? Mënyra se si ka ra, më duket guri ishte. Guri. Mënyra se si ka ra është i ciklen për dëshru. Lojtari ka rënë para se... Vetëm se aty tregon se edhe kundërshtari topi nuk e preku. Besa dhe ky e ka lënë topi mbrapa. Kishte një farë kontakti dhe ai më tepër e kërkoi. Megjithatë dyshim. Lojtari është rrëzuar para se ta preki mbrojtësi. Nuk kemi të bëjmë me një Besar? Mendoj se edhe në qoftë se ka pas kontakt, ka qenë thjesht një kontakt shumë normal. Në mendimin tim ka vepruar drejt arbitrit që nuk e ka akorduar penalti. Okej. Nuk duhet ta nashkaluar, besoj se mirë, fitoria e Besës në Mamuras 0-1, një fitore mjaft e rëndësishme. Edhe ishte fakt se unë më parë domethënë doli nga Memuri. Ishte fakt një lloj surprize duke pas parasysh fushën më shumë ku lutje, domethënë është një fushë që nuk para bën komplimente. Por veç sa unë qëndroj asaj që Mamura se nuk është këtë vit ai një vit më parë, madje edhe mjafton të shohësh domethënë formacionin që ka zbritur në fushë. Një vit përpara ishin ato emrat që e tham më parë që i mungojnë tani, se janë shpërndar gjithë ata lojtarë. Nuk e di tani se sa është ndeshëm është nga ana financiare që vjet ishte domethënë nga skuadra që ishte nga më të mirët nga kjo pikpamje që ndikon shumë futboll. Nëse mund të thua që një nga goditjet më të mëdha në Mercato është Agustin Kola, sepse është një trajner që ka stërvitur veç futbollist për nga historia vetë, domethënë ka stërvit shumë lojtarë ndërto dhe shumë ekipe ndërto dhe Tirana, domethënë. Megjithatë, nuk e di që nuk e shoh që të bëj shumë ashtu siç ishte vjet, domethënë. Kurse Besa megjithë këtë pavarësisht nga fitoria, unë vazhdoj të mendoj që është një ekip që mund të qëndrojë tani mesin e tabelës, mbase nuk e di se çfarë objektivesh ka, por duke parë edhe ato që ka thënë Bubeqi gjatë kohës, nuk ka qenë shumë i kënaqur me Mercato, që gjithmonë i mungojnë futbollistë. Por nuk shpresoj që të mos vuajë ashtu si një vit përpara, duke pas parasysh emrin e madh që tërheq nga pas. Për sa i përket Mercatos Mamurasit, Besar, ka më tepër lëvizje në aspektin e daljeve nga skuadra, sepse është përforcuar jo vetëm Kastrioti i Plorit, po edhe Tërbuni me lojtarët e Mamurasit të sezonit kaluar. Ndërkohë që është plotësuar me lojtarë që ndoshta nuk e kanë atë statusin e atyre që u larguan. Karapici, Fonseca, emrat që kanë qenë pjesë e formacionit dhe shumë emrat të tjerë të janë larguar. Megjithatë, besoj se Mamursi ndoshta edhe vetë trajneri nuk është shprehur që do shohim, nuk e ka thënë asnjëherë hapur që do synojmë ngjitje në superiore. Lajm tjetër te Mamursi është edhe fakti që Arjan Pisha i ka dhënë fund futbollit dhe ka nisur me trajningun pas dënimit 6 mujor që mori nga federata për trukim të ndeshjeve. Është zëvendës si Agustin Kolës. Gjithashtu e rëndësishëm është fakti që ka qenë një nisje e qetë në Mamuras dhe nuk ka pasur as pak probleme. Besa ndoshta me futbollistë të rinj, vetëm 3 ditë më parë u miratua dhe buxheti për ekipin nga Këshilli Bashkiak. Presidenti ka hequr dorë për momentin dhe Bishdili ka deklaruar që nuk ka financa për moment dhe gjithçka e ka marrë në dorë Bashkia e Kavajës, që ka akorduar 40 milion lekë të vjetra deri në dhjetor. Mendoj se Besa do jetë në mesin e tabelës, ndoshta duke parë edhe përbërjen që ka me futbollistë të rinj, pa shumë eksperiencë, do jetë e vështirë. Me një batutë të shpejtë, Plori, ndoshta pa zhurmë, por ky rezultat mund të tregojë edhe cilësinë e skuadrës Kavajës. Për atë thash edhe më përpara sepse është shumë shpejt të diskutoj me pretendentët dhe me rruga se si më. Në letër janë këto si folme, ndërsa në punë dhe në fushë unë nuk e shoh si kampionatin e një vitit më parë. Nuk e shoh një skuadër e cila mund ta fillojnë kampionatin dhe ta mbarojnë pa humbje. Shëft një kampionat e cili nështë... Pra grupi A do jetë me ekuilibruar. Kështu mendoj. Okej, kemi folur për grupin A të kategorisë parë në përfundim të javës së parë të këtij kompeticioni. Përpara se të kalojmë tek grupi B për të parë dhe aty zhvillimet dhe rezultatet e arritura, është koha për një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi sërish në studio pastaj me grupin B.